Bëhet fjalë për një politikë jashtëzakonisht nxitse për të krijuar një platformë investimesh në territoret malore. Dhe fakti që në ditën e parë që u hap kanali i komunikimit online lidhur me këtë paket, pati 800 shprehje interesi nga shumica dërmuese shqiptarë jashtë Shqipërisë, flet vetë për fuqinë të rejse që ka kjo paket. Por nga ana tjetër, e bëjmë këtë takim sepse kemi shqetësimin që po ecet me një ritëm jashtëzakonisht të ulët në raport me atë që paketa vet ka në thelb, shpejtësinë. Shpejtësinë në kuptimin e një burokracie të lehtësuar maksimalisht dhe shpejtësinë në kuptimin e mundësisë për t'i dhënë një përgjigje shumë të shpejtë atyre që shprehin këtë interes. Dhe kjo vonesë është dekurajuese për ata të cilët tani më e kanë quar sinjalin e tyre që janë të interesuar të hynë në këtë proces dhe prej disa muajsh nuk kanë marrë akoma përgjigje.